Duke filluar nga data 12 tetor për të gjithë shtetasit jashtë të Bashkimit Evropian që do të hynë në territorin e Bashkimit Evropian, do të nisë zbatimi i sistemit të ri digitalizimi. Ky sistem i ri do të zëvendësojë vulat manuale në pasaport dhe përfshin, midis të tjerash, marrjen e shenjave të gishtave dhe një fotografi. Çdo qytetar që udhëton në vendet e Bashkimit Evropian duhet të përgatitet që në kalimin e parë të kufirit në një nga shtetet e Bashkimit Evropian të vonohet deri në 3 herë më shumë se sa aktualisht, kur pret që vetëm t'i vuloset pasaporta nga oficeri i kufirit. Këto vonesa mund të vinë pasi atyre do t'u merren shenjat e gishtave dhe do t'u bëhet foto. Në 12 tetor nisë zbatimin sistemi i hyrje-daljeve EES, një mekanizëm i ri digital kufitar që do të zëvendësojë vulat manuale të pasaportës me regjistrim elektronik në kufit e jashtëm të 29 vendeve europiane. Nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit për Art TV Kanada raportoi Lorenz Shehu.